Ju jeni tashmë kandidat, si e pranuat këtë ftesë, përse si erdhi kjo ftesë? Mendoj që ftesa për të bërë kandidat për zgjedhjet parlamentare erdhi në një mënyrë goxha organike. Unë jam afruar me atëherë Partinë Demokratike Zyrtare përpara zgjedhjeve vendore. Kur e drejtonte zoti Basha? Po, patjetër. Përpara se zoti Basha ishte i tërhequr atëherë. E kuptoj. Por ishte zoti Ali Beaj i komanduar si drejtues. Dhe kam qenë pastaj pjesë e forumeve, kam qenë pjesë e grupit punës për programin e shëndetësisë. Kam marrë pjesë në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike në 1 qershor të vitit kaluar, ku u shpall dhe programi elektoral. Ndër të tjera. Por gjithmonë keni qenë në rrafshin e së djathtas? Edhe përsa i përket bindjeve tuaja? Unë jam i përkas qendrës së djathtë. Qendrës së djathtë. Po qendrës kryesisht. Keni padur se dhe në grupimin ton ka një le të themi përbërje goxha të gjerë, le të themi, përsa i përket ideologjisë së përqafuar. Domethënë ka njerëz nga qendra, ka nga e djathta, nuk do thoja ekstreme, po nga e djathta e largët. Jo, po dua vetëm t'ju pyes këtu. Më bëri përshtypje sepse në listën e Partisë Socialiste, në fakt edhe do kemi mundësinë që të bëjmë edhe një ndarje në programet në vazhdim, vura re që ka një profil shumë të madh të mjekëve, ose të drejtuesve. Në përgjithësi, gjitha listat kanë pasur mjek. Po, jo, e kam ndjerë në fakt më së shumti ndoshta edhe nga qeveria një prezantim. Në partin tonë, vetëm në Tiranë kemi 5 mjek. Vetëm në Tiranë kemi 5. Po, edhe nga Londra. Edhe nga Londra mjek. Tani, nuk të erdhi një ftesë nga partia e Maj, nga qeveria flas? Jo, nuk kam pasur asnjëherë ftesë. Nuk e pasur asnjëherë ftesë. Por edhe sikur të kisha, domethënë nuk jam dakord me thelbin e mënyrës së të bërit politik nga Partia Socialiste, dhe ideologjikisht gjithashtu, pavarësisht se do thoja që ideologjia në Shqipëri asnjëherë nuk ka qenë dominuese në bërjen e politikave. Kam përshtypjen që mënyra se si politikat e bërë në Shqipëri janë drejtuar nga interesat më shumë se nga ideologjia. Edhe kjo gjë. Valteri, e bëjmë pak bisedën bashkë, bëre një bisedë për të qenë në listë të hapur, në listë të sigurt. Atëherë pikë pari duhet t'i uroj sukses të dy kandidatëve, uroj dhe shpresoj që të dy të sigurojnë një vend në kuvendin e Shqipërisë. Kuvendi i Shqipërisë ka nevojë për forca të reja politike, ka nevojë për gjithë përfshirjet të gjitha fushave dhe nuk i bën dëm kurrë demokracisë të vendit që të ketë një miksim të forcave dhe ideve të ndryshme politike në vend, sepse jemi mësuar të kemi gjithkohës të PDPS. Sa i përket pyetjes sa kishe se ta dash për gjysmë, po paga shumë. Ideja është që unë respektoj shumë njerëzit që dalin në garë dhe bëjnë betejë. Nuk duhet i trembemi garës, nuk duhet i trembemi betejës. Ka shumë rëndësi ndarja që bën kryesia e partisë, kryetari i partisë, se kush do të jetë në listë mbyllur, sepse gjithkush që është në atë listë ka një funksion dhe ka një detyrë për të bërë. Gjithkujt është caktuar një detyrë. Parimi që kemi pasur ne është që të rinjt teknik të jenë në listat mbyllura, sigurisht të kenë dhe zonat e tyre politike ku do drejtojnë njësi të ndryshme të Tiranës dhe do bëjnë personin politik të atë njësi, senatorët dhe të rinjt më aktiv në politik të jenë fushën e betejës për të grumbulluar sa më shumë vota në koshën e Partisë Socialiste. Tani për të thënë vërtetën, pse është e drejtë? Është shumë e drejtë. Pse është e drejtë? Se Alesia për shembull po thoshte pse të shoh unë në listë të sigurt ose në listë të mbyllur figura të cilat në fakt kanë vitet të cilët janë politik, e njohin se si është terreni. Jo. Alit ma lejon, se... Jo, tani mirë, bashkëbisedim dhe replika do bëjmë, se duhet shkojnë dhe të ndërpreja, vetëm më ishë ma pyeti mua. Unë nuk thash që trëmbem nga lista hapur. Dhe nuk thash personi që është vënë në listë sigurt është mik i ngushtë i kryeministrit dhe shkon përndesh me retorikën që Partia Demokratike bënte.
Tani, për mua... Gjithë politikanët miq janë me njëri tjetrin. Nëse s'kemi kuptuar këtë, s'do të bëjmë politikë. Një sekond. Bie ndesh me retorikën kur ti nuk ke kontribute në atë parti. Kur ti nuk ke kontribute në atë parti. Gjithë Shqipëria jemi krushim miq me njëri tjetrin. Unë dakord me kjo çështje tjetër. Tani ne flasim edhe për parime o Alit. Tani nëse nuk do flasim për çështja e emisive është një çik e debatueshme, domethënë. Doktor, ne mund të jemi miq jashtë studio. Ne mund të kemi një lidhje miqësore, por kjo s'do të thotë, në qoftë se ne jemi miq për shkak të mënyrës se si shohim gjërat në jetë, parimeve, idealeve, pozitivitetit, le të themi. Kjo është e rëndësishme, po nëse miqësitë bën për shkak të interesave, domethënë, ajo pastaj kalon në një tjetër term. Se pyetjet pastaj fillojnë dhe bëhen, nëse nuk ka meritokraci brenda në parti, a do ketë meritokraci në qeveri? Mos ma lat fisja për partinë time, më ndërhyt, tani ta mbaroj deri në fund. Përfundoje se do t'i jap fjalën fundit. Direkt doktor do vitet ty në Londër pastaj. Atëherë po thoja që ne nuk kemi